E shikoni këtë foni, e kemi blerë të stërpërdorur në vitin 2023. Tani sigurisht që i ka bërë ditë e veta dhe nuk ka teknik në botë që ta sjellë më njerë. Kështu që gjithë ju që dëgjoni këtë mesazh, kam 3 kërkesa. E para, ditë e njëjte në orën 18 ne protestojmë te Kuvendi i Shqipërisë, kemi thirrur gjithë popullin e Tiranës që të kërkojmë shkarkimin e Ramës dhe Ballukut, të kërkojmë vendosjen e minimumit jetik dhe politika të tjera sociale. Kështu që ju kërkoj të gjithëve të na bashkohen protest. E dyta, kush nuk mund të do të vinë protest, është i lutur të shpërndaj lajmin e protestës, të shpërndaj këtë video, sepse pothuajse asnjë media, pothuajse asnjë portal, lere më televizione nuk e ka dhënë protestën që kërkon të vërsh me shpatulla mbas murit Ramën, Ballukun dhe oligarkët që i financojnë ata. E treta, që është teknikisht më e rëndësishme në këtë moment, kush ka mundësi që na huazoj ta jap përdorim për një ditë një foni të tillë që zëri ynë të dëgjohet sa më lart. Sigurisht ne nuk kemi para të blejmë apo të marrim me qira foni, financimet shtetërore nga buxheti i shtetit, pavarësisht se na takojmë me ligj, nuk na ka dhënë akoma, nuk kemi parti që financohemi nga oligarkët, kështu që kushdo që ka mundësinë të na e huazoj një foni të tillë ose të ngjashëm me këto, sigurisht, edhe nëse është e pamundur, ne do të dalim me megafone dhe do të bërtasim në kup qielli. Por për ta bërë protestet më të dëgjueshme, për të na dëgjuar dhe ata të poshtit aty brenda parlamentit, do kërkoja nga kushdo që ka mundësinë që të na ndihmojë. Edhe herë mos harroni të njëjtën në orën 18 para Kuvendit të Shqipërisë, korruptuarit duhet kanë vendin pushtet, korruptuarit e kanë vendin përpara drejtësisë.